Preqit, të rezulton që ka një sulm të strukturuar për të marrë kryesinë e Partisë Demokratike, apo janë fjalë dhe janë teori konspirative? Duke ju referuar një intervistë që ka dhënë zonja Majlinda Bregu për Partinë Demokratike, tha me keqardhje, por nga Partia Demokratike janë larguar një grup kontributorësh, politikan me eksperiencë nga Partia Demokratike, me qëllimet caktuara. Duke ju referuar kësaj thënie dhe duke u futur në analizën rreth deklaratës deputetit Sula që thotë ka 3 grupe që po përgatiten për të hyrë në ring në shtator të vitit 2025, çuditëm me veten, por ju them edhe popullit opozitar shqiptar që deri kur do të vazhdojmë të çuditemi. Partia Demokratike ka nevojë për një kuvend kombëtar të pajtimit dhe nuk ka nevojë më për fraksione. Rikthimi i fuqishëm i Berishës në thonjza, që ishte trumpetuar me të madhe me sloganin me të cilin erdhi në krye të Partisë Demokratike, rezultoi që ishte një rikthim për të mbrojtur kokën e tij dhe të familjes, por jo për të forcuar pozitat e Partisë Demokratike, sepse diferenca prej 300.000 votash nga rezultati i vitit 2021 në 2025, pra minus 300.000 vota, tregon që nuk mund të ketë më rikthim të suksesshëm të një leadershipi që ka humbur të drejtën për t'i dhënë moral Partisë Demokratike, pasi ai vetë e keq përdori Partinë Demokratike për interesat personale dhe të familjes. Unë këtë nuk e kam thënë sot, do të vazhdoj ta them, sepse nuk ka kohë më të bëhet eksperimente në kurrizë të popullit opozitar për të pritur ose për të parë perspektiven e Partisë Demokratike dhe të popullit opozitar tek leadershipi Sali Berisha. Unë them se faza dhe cikli politik i Sali Berishës ka përfunduar, ndoshta nesër mund të... Kështu mendon ti, po doktori thotë jo, ka mision. Them mund tash, mendimi im. Kush vendos? Shiko, unë këtu jap mendimin tim dhe ja kam thënë edhe Sali Berishës ballë për ballë, kur kam patur kohë para 2 vitesh me u takuar me ta, dhe i kam treguar që rezultatet për pushtetin vendor do jenë drastike për shkak të procedurës gabuar të zgjedhur. Pra, nëse nuk ke një kuvend të pajtimit, nuk mund të ketë sukses.